Ne së shpejti do të vërshohemi nga oferta tona. Përshëndetje, si jeni? Mirë, A faleminderit. patet probleme pak këtu më shi, sepse atje ma poshtë, goxha ke problem. Keven në këtë pjesën, në këtë zonën këto është pak ma stabile situata. Për ndryshe ne si Automita shprehim solidaritetin tonë për qytetarët dhe bizneset që jënë prek nga këto vërshime. Në pjesën këtu ku jemi na, jo shumë po mas rrethit të marigonës të që e quajnë, është më keq. Ma keq, kjo gjendja alarmonte, jashtëzakonshme kjo. Edhe një pyetje, a e keni pështu tash, nuk keni nevojë mi la kerret, apo tash do të mi la? Ne së shpejti do të vërshohemi nga oferta tona, shaka e vogël, po jo, për momentin nuk kemi dam në vetura, ndërsa për gjithë klientët tonë që janë prek veturat nga këto vërshime, ne i ftojmë edhe ne e bojmë zgjidhjen për ta. Publikisht. Publikisht. A dëgju Trakla dhe Lutin? Po si gjithmonë të hapën Automita. Asnjëherë nuk kufizohen Publike kemi këtë për gjëra të tilla. A dhe po vazhdojna brenda, sepse i kom disa pyetje për Lutinës. Sot Lutina ka shpreh nga dëshmërin me bo një pyetje për ju. Lutina ka thonë, po ja, hajde tina mrena, se e kena me pas ofrat situatën që na duhet. Lutina, ka bo pyetje për ju. Cila vetur e par u shit në vitin 2026? Vetura e parë që është shit në vitin 2026 është një nga veturat më të reja në gamën e Renault, është Renault Symbioz, një vetur hibride, mundem nga ofër më parë. Hajde, e pora në cilën datë? Symbiozi, çka ka Me njerë, të hanën. Hanën. A qysh u shpraja, ke i knasht, a tha vetit për vitri për ja bëjë dhërat, a qysh? Na i thamë ati, ma mirë është dasht me e blenë 10 orë, se oferta ka qenë 10 orë, po klientit ja ofrum oferta në 10 orët, masi ende nuk kemi dalë me ofertat e reja, kështu që a i vendosi për Renault Symbioz me motor 1.8 me 160 kuaj fuqi, një vetur hibride me 4.6 litra në 100 km me shpenzime shumë të vogla, sidomos në qytet. Të më thonë e re flaka, Wow. Edhe bukur më kërin koha. Edhe me garancion 8 vite ose 160.000 km në sistemin e bukur baterisë. shumë Lutin, edhe e pasur e qysh. Pyte zanin çfarë ngjyre është kja? Se të qenë ka, na pedin që si kaltër diçka, po Çfarë ngjyre? specifikisht. Do është Trakla, e po ta si pyetje, po thash po s'po dal lojt fërbu. Është një ngjyrë e re, pak ma speciale që nuk ka qenë më herët në librez dokumente dele kaltërt. Dele kaltër në librez. Po kështu? Dikush është edhe si të hend, po ma shumë si ka kaltërta. Po do është blue, grey Po blue do është. këtë, hajde kontrit, të regona pak veturën, ku jena na të diskutuna të regon veturën. Qfarë po do këtë shumë pikpamjet jashtë me ty? Se ti pak një kjerët ma shumë qone. Ngjyra, Po, ngjyra, jo Edhe aty që motorin e shku pas librez, atje, kështu, 1.8. që shku do këtë. Mu vëm do këtë si e kaltërt, e qelt, apo të pëlqen ngjyra? po më pëlqen. Ngjyra është qashtje shihesh, kështu që Shumë, jo, e bukur. Trakla dhe Lutina shumë pelevdojnë ngjyrën, edhe po dojnë me ditë sakt që shpo do këtë, se na shtë aty në vend kamerë, ja o qëtë e zezë, po jo, Trakla s'është e zezë, është e kaltërt e qelt, dhe qysh si e hint. Edhe gumat i pas ka, nivel. Po oferta është ende me gomat e dimrit. Oferta vjen edhe me koma dimit. Shumë i veçantë. A garantën ti që këtë ka vërshime, kjo vetur nuk met në ato rrugë që ka sasit madhe t'ujet? Shumica e veturave në gamën tonë të brendeve kanë fillu trendi i ri me kalu në SUV, në vetura pak më të nalta nga toka, edhe pamja ma mirë, vozitja ma letë, në rastin e vërshimeve, po është ma përshtatshme. Kështu që pse jo. Kështu që fandet shumë. E kuptum Trakla dhe Lutin cilëja ke vetura por që shit në vitin e 2026, datën 1 janar, do më thonë fill direkt tonën me ngjes, apo? 1 janari ka qenë pushim i 5-ti. Sa prezant, që shto Të ka për prish kalendari, mëzanë. ke Se vetë. unë e kumë punu me 1 janar, na këna posë emisionin. Më ka prish kalendari. Të falja, Kështu që Trakla, hajde po dalim edhe pak jashtë, po unë ta përshëndes pak shit veturën. Fala Trakla dhe Lutina, ta përshëndes veturën. Ti dhëmë se, A, qka je i dashtë. por mu maru kjo, veç ndërkohë.